Jam Diana nga Letra Trofejna. Mirë se erdhët të dashur për në leximin e juaj të radhës. Letrat i kam hapur, janë këto që kanë dalur, është bota, është 10 të monedhës, 10 të shkopive dhe 4 të kupës. Dhe do e nxjerrim një letër Oracle që do jetë në një farë mënyrë si lloj rezultati apo këshille nga gjithë kjo që po ndodh. Java të dashur për qapër është një rezultat apo po sjell një rezultat dhe mbyllje të një cikli. 10 të monedhës dhe bota tregojnë se një periudhë e gjatë të pune, përgjegjësie ose angazhimi po e arrin kulmin. Do thotë arriti absolutisht. Ke bërë shumë dhe realisht ke arritur kogja gjëra konkrete, edhe nëse nuk e feston ndoshta sa duhet. Bota tregon për në fundin e një gjë, kapitulli, projekti, shqetësimi, të gjitha po përmbyllen me sukses. Dhe 10 të monedhës tregon përmbushje vërtetë, monedha të renditur apo stabilitetin dhe sigurinë e juaj të dashur. Ku duhet veprim 10 të shkopive, tregon se je i mbi ngarkuar apo e mbi ngarkuar. Kjo javë tregon që do ulen barët, do fillosh të delegosh o të lesh diçka pak anash apo të japësh punë të tjerëve, dhe kjo që po mban gjithçka mbi shpinë është një lloj detyre që ke marr më shumë se që mban. Por letrat ndryshe thotë sikur keni po finalizoni, ta them po hiqni këtë barë nga supet, jeni në fund të rrugës dhe jeni duke u larguar apo duke e përfunduar një punë, një shqetësim dhe duke hequr më si problem në jetën e juaj. Dhe 4 të kupës tregon lodhjen tënde mendore, emocionale, je shumë e ngarkuar ke qenë dhe sikur nuk po e shikon më ofertat e mira përpara teje. Këtu do thosha të ndaloni pakës, nga që ofertat janë aty dhe çfarëdo që po përfundon me sukses është sikur një ritëm i ri që po fillon, nga lodhja, aman, shqyru, u mbaroi, u krye, gjitha këto po lirojnë nga ky problem, shqetësim apo nga gjithë ky projekt i madh që po sjell fitime të mëdha, të dashur britqapër, por lodhje madhe. Dhe nga kjo lodhja kam frikë që nuk mund t'i shikoni të mundësit alternativat që i jipet, se jeta me kaq nuk mbaron. Keni mbaruar atë dhe nuk mbaron me aq. Ka gjërat e tjera që janë duke dalë në rrugtimin e juaj për të rifilluar një projekt, për të rifilluar një lidhje, për të rifilluar një punë apo çfarë do të jetë e të re. Çfarë duhet bërë, edhe pse jeni lodhur, s'duhet bëni çfarë s'duhet bëni, absolutisht s'duhet injoroni lodhjen, por mos e refuzoni gjithçka nga mërzia, ta them kështu, apo nga lodhja, dhe mos vazhdo të njëjtin ritëm duke menduar se kështu jam mësuar unë dhe kështu të bëj. Jo. Absolutisht, në çdo gjë mësohemi, bëjmë më të mençur. Çdo gjë që bëjmë për herë të dytë, për herë të tretë, për herë të katërt, në çfarëdo lloj gjëje që të është, jemi më të mençur dhe duhet të reagojmë më mençur se kaq. Kjo është ajo që po thotë. Pra, kjo javë nuk kërkon më shumë punë, por kërkon një lloj pushim të mençur, apo nuk është sa punon, sa lodhesh, po sa mençur i bën punët që të dalin përpara. Dhe gjithë kjo është mbyllet me letrën e juaj që thotë koha është për qetësi dhe s'ka këtu diskutim, po qetësi, por që nuk po thotë të vdisni, në kuptimin e mirë të fjalës, apo ta merrni komplet shtruar. Kjo po thotë po të pushoni, por që të jeni aty. Qetësia nuk është humbje kohe, por është një lloj rikuperimi duke parë me sy të hapur çfarë po vjen. Një pauzë vogël këtë javë do të jap qartësi për hapat e ardhshëm, nga që sado që ke mbaruar me këtë gotë e përfundove, janë 3 këto tjera që po presin të dashur britqap. Ta them kështu në mënyrë pak poetike, edhe mali pushon në borë para se të lulëzoj. Dhe kjo është ajo që do nga ju,
që të pushoni, por jo të pushoni se ekzistuari. Edhe pse ju shikoj shumë të lodhur, të dashur, Bricjap, kjo nuk është arsyeja për të ndaluar tani, nga që gjëra shumë më të bukura se kjo që do përfundoni janë duke ardhur.